Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ja sa vjeç mbushin në të vërtet Laert Vasilje. Laert Vasilje, një prej banorëve më të komentuar, festoi dje 51 vjetorin e lindjes. Me këtë rast ai ka marrë urime dhe dhurata të shumta nga të tjerët në shtëpinë e famshme, duke e bërë këtë ditë edhe më të veçantë. Kujtojmë kush është Laert Vasilje. Vasilje është një aktor, regjisor, përkthyes, dramaturg dhe producent shqiptar. Ai ka lindur në Delvin të Sarandës. Në 93 nisi studimet për aktrim në Akademinë e Arteve në Tiranë, por që në vitin 94 u largua për në Greqi bashkë me familjen. Po në këtë vit ai u regjistrua në Akademinë e Artit në Athinë. Vasili doli i dyti nga 750 aplikant, u diplomua në vitin 97. Shtypi grek e ka përfshirë Vasilin në listën e njerëzve të vitit 2008, botuar nga një gazetë e njohur. Ai ka karrierë të gjatë në filma televiziv dhe në teatr. Shfaqja Emigrantët i dha çmimin e parë të regjisë në festivalin ballkanik.